Presidenti Amerikan Donald Trump ka depozituar një pati civile kundër gigantit mediatik britanik BBC, duke akuzuar për shpifje dhe praktika mashtruese tregtare lidhur me mënyrën se si është përdorur fjalimi i tij i 6 janarit 2021 në një episod të emisionit investigativ Panorama. Sipas akt-padisë së dorëzuar në Gjykatën Federale të Floridës dhe të cituar nga The Guardian, Trump pretendon se BBC ka redaktuar në mënyrë të shëllimshme keqëdashëse dhe mashtruese fjalimin e tij duke theksuar fragmente të ndara me afro një orë kohë nga njëra tjetra. Sipas tij, ky montazh ka krijuar përshtypjen e rreme se ai ka nxitur dhunën ndaj Kapitolit. Një padi thuhet se redaktimi i bërë nga BBC ka shkelur standarde profesionale të gazetarisë dhe ka dëmtuar rënd imazhin publik të Trumpit, veçanërisht në një periudhë të ndjeshme politike. Trump kërkon $5 miliardë dëm shpërblim për shpifje, si edhe një shumë shtesë sipas ligjit të Floridës për praktika mashtruese tregtare, duke çuar totalin e pretenduar deri në $10 miliardë. BBC ka pranuar më herët se redaktimi i fjalimit përmban një gabim gjykimi dhe i ka kërkuar falje Trumpit, por ka këmbgulur se nuk ekziston bazë ligjore për pretendime për shpifje. Media britanike thekson se episodi i Panorama nuk është transmetuar në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, ekipi ligjor i Trump argumenton se gjykata e Floridës ka jurisdiksion pasi BBC ushtron aktivitet biznesi në SBA përmes platformave digjitale, përfshirë faqen zyrtare dhe shërbimin e transmetimit BritBox. Sipas padisë, përmbajtja e redaktuar ka qenë aksesueshme nga publiku amerikan dhe është transmetuar pak përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, çka sipas Trump përbën përpjekje për të ndikuar në procesin zgjedhor. Padia ndaj BBC vjen në një moment kur Trump ka shënuar disa fitore ligjore ndaj mediave amerikane. Ai ka arritur marrëveshje financiare me ABC pas padive për shpifje dhe manipulim të përmbajtjeve mediatike, duke forcuar pozicionin e tij kundër mediave që sipas tij kanë vepruar në mënyrë pa të drejtë. Çështja pritet të ndesë në një debat të gjerë mbi kufit e redaktimit editorial në përgjegjësinë e mediave ndërkombëtare dhe raportin mes lirisë së shtypit dhe akuzave për shpifje në një klim politike tashmë të polarizuar.